Gjithashtu kemi nder të kemi mes nesh edhe shoqatën në Kosova, që gjithmonë, me falni se gjithmonë kem bashkëpunojmë edhe në të ardhmen me gjitha shoqatët. Prandaj jemi këtu për të ndihmuar atë sot, por edhe nesër, sepse ajo ka nevojë për ne, e ne kemi nevojë për të. Në këtë mënyrë, ne kur nuk do të harrojmë kush jemi dhe prej nga vim. Në emër të kësaj uroj që gjithmonë të jem krenar dhe në shpirtin ton të jetoj gjithmonë patriotizmi për popullin ton shqiptar dhe për vendlindjen ton malsi. Punët dhe veprimtarin e shoqatës sonë e kemi shkrua dhe vendos në tavolinat tuaja ku mund të shihni ma së mirit. Por nuk mundi pa i përmend disa pika të rëndësishme ku shoqata jon ka dhënë kontribut. Shoqata jon në bashkëpunim me shoqata tjera malsore në Amerikë, vendosëm përmendorin e herojit ton me të madh kombëtar, Gjergj Kastriotin Skënderbeu në Tuzë me 28 nëntor të vitit të kaluar. Verën e kaluar u përurua kulla e bajraktarit të Malësisë Çunmula. Për këtë vepër madhështore, kontribut të rëndësishëm ka dhënë edhe shoqata jon. Kontribut të çmuar ka dhënë shoqata jon edhe në ndërtimin e bibliotekës atë Vincenz Malaj në Tuzë. Këto ditë shoqata jon u bashkua me të gjitha shoqatat në diasporë për mbrojtjen e plazhit të madh në Ulqin, me qëllim që për këtë çështje të vendos komuna e Ulqinit jo Podgorica. Edhe një herë shoqata Allëtare Malësia Madhe ju falenderojnë për pranin tuaj dhe për kontributin financiar që po i jepni shoqatës sonë. Po ashtu, falenderojmë të gjithë ata që sonte nuk janë me ne këtu, por kanë lënë ndihmë financiare këto ditë dhe vazhdojnë të na përkrahin sepse aktiviteti vazhdon. Arkatari i shoqatës Pashko Gjokaj do të lexojë të gjithë emrat e atyre që kanë kontribuar deri tani. Po ashtu, në mënyrë të veçantë falenderoj Pjetër Stanaj për përkrahjen e madhe që i ka dhënë shoqatës sonë gjatë këtyre vite nera i kjo. Falenderojmë Nikol Lukun Vulaj për përkrahjen madhore gjithashtu. Nder dhe respekt gjithmonë për ju dhe të jeni të sigurt se ndihmat tuaja do të shkojnë aty ku është më së nevojshme për vendlindjen tonë dhe ju falenderoj të gjithëve. Kam nder të ftoj Ekrem Bardhën të na përshëndes me 2-3 fjalë. Mirëmbrëma. Si që shifni shumë dashamirës këtu miqtë e mi, po më thanë, më përshëndetën duke shiri. Me të vërtet, dhe përgjigja ime ishte edhe molla duke të kuqe për nga brenda ka probleme. I nderuar zoti Ndrek Jolaj, kryetari shoqatës Malësia e Madhe. Më lejoni t'ju përshëndes zonja dhe zotrinj, bashkëdetar në trevat shqiptare të Malësisë Madhe. Unë nuk kam shumë kohë që njifem me malësor vetëm mbi 75 vjetë. Dhe e them këtë pse kam patur këto lidhje kaq të ngushta. Me të vërtet, kur kam preng gruta, ata që janë në moshën time, ishte i pari që ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për fat të keq ahere filloi dhe emigracioni nga terrorizmi
i Jugoslav që ju largoheshit se ishit të detyruar. Dhe unë fillova të njife me malësor. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje, virtutet, traditat, zakonet tuaja janë për një shembull për ne shqiptarët. Dhe me këto lidhje, unë kam bashkëpunuar për një periudhë shumë të gjatë. Dhe vazhdoj të kem lidhje me ju, sepse ju dua shumë, sepse jeni të dashur, keni tradita shqiptare, zakonet më të mira që unë kam parë në trevat tona, që me të vërtet ju duhet jeni kryelar. Kur e them këtë që juve, po dhe unë jam kryelart me ju. Dhe kam rastin të them që dhe një rast tjetër, ne këtu komunitetit Detroitit ka bërë histori. Dhe mos harroni dhe shumë na juve e dini fare mirë. Këtu në Detroit filloi i treguam botës me Kongresin Amerikan, mendimin e Amerikës me presidentët Amerikan, i tregojmë botës, sepse kur Pitri Vezaj u arrestua dhe u dënua me 7 vjet burg pa drejtësisht, sepse ai mori pjesë në një demonstratë paqësore në Washington DC, ju dha vizë për të vizituar Tuzin, familjen, vendlindjen e tij. Pa drejtësisht ai u arrestua dhe u dënua me 7 vjet burg. Për herë të parë në histori, Amerika dhe Kongresi Amerikan, qoftë se Pitri Vezaj nuk liroi brenda 24 orëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërprejnë marrëdhënie diplomatike dhe tregtare. Për këtë se nuk ishte vetëm çfarë ndodhi në Marsi, në trevat tuaja, po ishte se ç'bë gjenocidi në Kosovë, në Maltëzi, në Maqedoni, ku vendet që jetojnë shqiptarë. Prandaj e them këtë dhe mos u mërzitni, sepse e them me krenari që të gjithë nuk e ka bërë një njeri, e kemi bërë ne të gjithë dhe kemi bashkëpunuar në demonstrata paqësore dhe e them me bindje, sepse Amerika i dha pavarësinë Kosovës dhe po të mos ishte Amerika, nuk të kishte jo Kosovë, por as Shqipëri. Prandaj, ju marsorët, duhet jeni krenar dhe unë jam për gjithmonë mirënjohës dhe të mbetem miku juaj, i dashuri juaj dhe vazhdoni punën tuaj, shoqata Varësia e Madhe jep një kontribut për vendin e tyre edhe për këtë ta vazhdoni rrugën e drejtë, të ndihmoni familjet tuaj dhe këtë e keni bërë dhe unë jam krenar edhe për këtë. Ju falenderoj shumë, mirupafshim. Zotni kryetar Nerek Gjolaj i shoqatës adhëtare Malësia e Madhe. Do të aprovoj, mos me zgjat shumë, por do të aprovoj me fjalë, se unë vetë jam krenar dhe gjithmonë e përdori, dhe nuk u iki maleve të Malësisë Madhe, 7 bajraqeve, se i dim në renditje, por gjithmonë kam mendue se uniteti dhe kompaktësia dhe forca shpirtnore, morale, karaktere, dëshmore, heroina e tjerë, janë përfshi Malësi e Madhe. Dhe unë sonte këtu, po e përshëndes
Zotnia Krembardhën. Nuk do të flasë për historinë e ti, por pari thash, i lumi ti që ka ke vepruar në jetën tënde. Dhe falenderojmë shumë se gjithmonë me zemër, me malësi dhe për malësi ishte gati. Këtu ashtë dhe kleriku ynë, dhe unë i shkoj kësaj çdo njeri që ka një zemër me jo afrue, me ditë përse ke shkue, aje ka respektin dhe nderën. A rinë atjen në krye, apo rinë në fund, jemi të një nivelit përbashkët, me dasht, me respektue, me nderue, dhe me njoftë e me kuptue atë tjetrin. Dhe malësin e madhe e kanë kuptue gjithmonë edhe bota tjetër shqiptare. Në përmes të shoqatës malësia e madhe, këtu kanë ardhë në këtë kishë, apo me thonë ma mirë në këtë salë, të nderuar dhe Franceskan tanë sonë të është Dom Fredi këtu, po ata që ishin ma parë, edhe ma parë. Këtu kanë sjellë Sali Berishën, ajo demokracia që duhej për Shqipni. Këtu kanë sjellë Pjetër Arbnorin, Alfred Mojsiun, Recep Mejdanin. Këtu kanë sjellë burrat e shqiptarisë, dhe Bujar Nishani, po i kthem ti konkret. Malësin e madhe nderoj mendim të shoqatës malësia e madhe me Heoroj Dexhjalulin në Tiranë. Malësin e madhe nderoj kur duel në Kelmen, por malësin e madhe nderoj e laq ma shumë kur shko vetë të shtëpia e Dexhjalulit. Vllazën, unë e di se malësia e madhe ka veprue e vepron edhe u lumt. Po unë gjithmonë kam qenë asaj vllazën, sa do që janë shoqata sonë të që unë i neroj dhe i respektoj, prap janë malësi e madhe. Kushdo që është këtu nga Kosova, shqiptar dhe për shqiptar, sepse vetë malësorët kanë veprua për Kosovën, dhe Kosova ka veprua për malësin në kohën e Dexhjalulit dhe Isa Boletinit e sa tjerve. Tanë kontributet që i keni ba, i keni lanë dikuj lugë me hangër, gotën e ujit me pi, i keni lanë kulmin e shpis, i keni lanë rrugën, u keni godit rrugica ura, i keni lanë shpit malësis madhe që ajo tjetë gjithmonë me ju. Dhe unë këtu pe përfundoj, dhe rënoshi, kaloshi mirë, shoqata malësia madhe nderë, edhe këto tjera shoqata që shkojnë koordinim me te, dhe suksese, suksese, suksese. Ta duam njani tjetërën se të largojmë tëna ato që ka zduhet, se gjithmonë shqiptaria rënoft, dhe rënoft një shqiptari e përbashkët me trojt përbashkët të shqiptare.